Prokuroria e Fierit ka proceduar penalisht niprit e Agron Kaplanajt për dhunën fizike ndaj agentëve të Byros Kombëtare të Hetimit dhe forcave operacionale. 2 ditë më parë, një grup i posaçëm efektivësh dhe të Byros Kombëtare të Hetimit u sulmuan fizikisht pranë biznesit të Kaplanajt në Fier, gjë që ka bërë buj të madhe. Policia ka arrestuar Ledian dhe Claudio Kaplanaj, niprit e Agron Kaplanajt, si edhe shtetasin Gerald Kolçaku. Vet Kaplanaj, ish kryebashkiak i Mallakastrës, pretendon se agentët kanë ngritur dron mbi biznesin e tij dhe kanë kryer monitorim pa u prezantuar si efektiv. Por prokuroria në reagimin e saj ka dhënë më shumë detaje. Ajo shprehet se agentët sapo kanë vënë re se po filmoheshin nga disa individ e janë larguar pasi kanë qenë me mision special, por ata janë ndjekur nga 3 makina dhe personat që ndodheshin ato i kanë dhunuar fizikisht. Prokuroria bën me dije se ka regjistruar procedim penal për 3 të arrestuarit. Gjatë kohës që ishin duke kryer veprime, ata janë filmuar, çka i ka detyruar të largohen nga vendi ku ishin pozicionuar. Rreth 30 minuta më pas, gjatë kohës që ishin duke qëndruar në mjetin e tyre në një vend tjetër, në anë të rrugës publike pranë vendit të quajtur rreth rrotullimit i parkut të qytetit të Fierit, u janë afruar 3 automjete nga kanë zbritur disa persona, të cilët kanë ushtruar dhunë fizike ndaj punojësve të policisë pavarësisht prezantimit të këtyre të fundit, thuhet ndër të tjera në njoftimin zyrtar të organit të akuzës.